Një ditë pas dekretimit nga presidenti të ndryshimeve në ligjin për statusin e personave me aftësi të kufizuara, ndryshime që heqin kompensimet për shërbime si transporti, energjia elektrike dhe telefonia për këtë kategori, kryetari i Këshillit Kombëtar të personave me aftësi të kufizuar, Sinan Tafaj, reagon ashtë përkundër amendimeve që sipas tij do të përkeqësojnë gjendjen ekonomike dhe sociale të kësaj kategorie. Këtu ka dy probleme shumë të mëdha. Problemi i parë është se këta persona nuk do ta përfitojnë më ndihmën ekonomike. Dhe problemi i dytë, kjo është një prolog i ndryshimeve të ligjit që do të sjellë ligji integral, sipas të cilit po synohet që pagesa aftësisë kufizuar të përllogaritet si një pagesë ekonomike dhe të kushtëzohet me të ardhurat të tjera. Pra, në fundit, shkelja e ligjit do të shërbejë si një pretekst për ta ndryshuar atë me kalimin e kohës. Pas miratimit që Parlamenti bëri ndryshimeve të ligjit për statusin e personave me aftësi të kufizuar, kjo kategori kërkoi mbështetjen e presidentit Bamir Topi për të mos dekretuar ndryshimet ligjore. Një muaj më parë, presidenti Topi i siguroi ata se do t'jap mbështetje të pandërprer, por pavarësisht nga kjo, të premten u njoftua në faqen zyrtare të presidencës dekretimi i ndryshimeve në ligj.